Ogerta Manastirliu dhe Erion Braçe nga njëra anë dhe Florian Binaj me Ilir Alimemetin në anën tjetër. Këta janë 4 emrat më të lakuar në javët e fundit si kandidatët potencial për të garuar për Bashkinë e Kryeqytetit në pranverën e ardhshme. Ogerta Manastirliu ishte emri i parë që u shpall nga Partia Socialiste si kandidate për Tiranën që në tetorin e vitit të shkuar në kushtet kur u shpallën zgjedhjet e parakohshme, të cilat më pas u shfuqizuan nga gjykata kushtetuese. Por në një kohë që Manastirliu ka vijuar të jetë në krah të Ramës në takimet me bazën, nga socialistët është vetë shpallur një tjetër kandidat, Erion Braçe. Ky i fundit e ka shprehur ambicien fillimisht në struktura, por deri më tani duket se nuk e gëzon mbështetjen e kryesocialistit Edi Rama. Dilemat për emrin e kandidatit janë edhe në kampin opozitar. Florian Binaj, që doli si kandidat në vjeshtën e 2025-s, që do të mbështetej nga opozita për zgjedhjet e parakohshme, duket i vënë në pikpyetje ditët e fundit. Më shumë projektorët duket se po drejtohen tek Ilir Alimemeti, i cili pati kandiduar edhe në 2022-shin, por aso kohë humbi përballë Belind Këlliçit. Ky është ndoshta hera e parë në 3 dekada që një vit përpara zgjedhjeve, asnjëra prej palëve politike kryesore në vend nuk e ka përcaktuar kandidatin me të cilin do të garojë për Bashkinë e Tiranës.